Në këtë kuptim asgjë nuk ka ndryshuar, gjithçka është përkeqësuar dhe unë habitem ndonjëherë kur dëgjoj përfaqësues të Partisë Socialiste që shprehin numra mandatesh me idenë e rritjes mandateve të paktën për qarkun tim, sepse diskutimi gjithmonë i rritjes apo i uljes vjen si rezultat i punës që ti ke bërë. Pra, nëse ti thua që do të rritem me mandate apo do të rritem me vota, duhet të thuash këtyre njerëzve çfarë ke bërë ti më mirë, çfarë i ke sjell ti më shumë Sarandës, Delvinës, Konispolit dhe Finishit, çfarë ke vënë në funksion, çfarë shparaje publike ke vënë në funksion të tyre, që pastaj të kërkosh edhe një votë mbrapsht. E kundërta ndodh, këtu çdo gjë është bërë kundra interesit të qytetarëve. Edhe pronat e qytetarëve janë tjetërsuar në emër të atyre që njihen investitor strategjik që në fakt marrin toka private duke adhuruar shteti për investimin e tyre dhe në fund ata që e psojnë janë gjithmonë qytetarët. Ndaj them që këto problematika që ne hasim këtu janë problematika të cilat janë thelluar nga 2021 në 2025, urrejtja është shtuar, dëshira për t'u hakmarrë në thonjza, pra për të marrë në dorë fatet e veta është shtuar dhe qytetarët në 11 maj do të votojnë numër 1, do të votojnë Partinë Demokratike, do të votojnë programin ton, sepse janë lodhur me 12 vjet gënjeshtra bajate, gënjeshtra të ricikluara dhe asnjë produkt konkret. Ju po ta